Që që për në me as nuk për një, as nuk për di kush është. Kish thonë që Mërgata nuk ka bos se në luftën e fundit në Kosovë. Hajde ta ndëgjojna, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Unë këte një parti që ka shumicë, këta që shtu menojnë. Dhe me thonë këta e logaritin si kontribut pëse vinë vend vetë, vizitojnë familjet e veta, qka nëse këshin luftu këta njerës. Nëse këshin luftu, qa këshin lyp këta njerës. Dhe me thonë këti du të mja bo, këti Jakupit, du të mja bo na faleminderit që jeton në Gjermani, edhe që vjen ka njerë të shpja jote. A qka? S'ka rëndësi cila... Qka nëse kish luftu këtë një? Qka nëse kish gudzu me luftu që kë? Qa nëse kish gudzu me luftu? Ajo për çështja e luftës o hipotetike. Jo s'është hipotetike. Me thonë mos me bo kurgjë. Me onë shpitone. Mua sinqerisht po vjen marrë mi u reague për çështë sene, po kur bëhet fjalë Mërgata e kam detyrë morale për me reague për këtë pjesë. Sepse që kjo Mërgata i bjen Kosovës 1.4 miliard euro. Prej luftës kur u kon Kosova në luftë, edhe mas luftet e na. Qebesa, Agim Ramadani ishte në Zvicër, kur e la Zvicrën dhe erdhi dha jetën për me po Kosovën liri. E shumë luftar tjerë që me imi përmen na del videja 100 ora ma shumë. Prandaj, mos e kritikoni Mërgatën, sepse Kosova pa Mërgatë është zero. Shtene në krye këtë pjesë. Edhen? Sepse Kosova pa Mërgatë është zero. Kuptojeni? Edhe pik, mos na bjen mo me full e rrath kësaj teje. Na pa Mërgatë jem sikur nana mos me pas fëmijë. Sepse mundin që e bën që kjo Mërgata dhe vazhdon me bë, shanca s'ka në asnjë shtet tjetër me bën ai Mërgatë tyre që ish bojnë Mërgata jon për neve. Edhe nuk bën mja harru këtë të mira, veç pse je dalun kamera. Është marrë gëse.